And now give the floor to Ms. Vjosa Osmani Sadriou. The victims of that regime, Mr. Vučić, are standing right here. Ka qenë hera e parë në këto 25 vite që viktimat e regjimit të Miloševićit janë ulur dhe kanë kërkuar drejtësi para ministrit të Miloševićit. Take a moment and apologize to them. You have a president here who has an impact not only here in Kosovo but also in the wider region and is respected all over the European Union. Asnjëherë në histori të presidencës së paspavarësisë, presidenca e Republikës së Kosovës nuk i ka pasur dyert më të hapura se sa në këtë mandat. Si udhëheqëse politikës së jashtme edhe përgjatë këtij viti kam punuar që emri i Kosovës të lartësohet e dëgjohet edhe aty ku nuk është dëgjuar kurrë më parë. Marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët e tjerë në Evropë përtej riafirmojnë rolin tonë si një forcë proaktive për paqen dhe zhvillimin në rajonin tonë më gjerë. A la excelentísima presidenta de la República de Kosovo. Nëpërmjet dialogut me këta lider botror, ne jo vetëm që kemi riafirmuar pavarësinë e Kosovës, por edhe kemi nxitur partneritete më të thella, të bazuara në interesa të përbashkëta, gjithnjë në dobi të qytetarëve e asnjëherë të vetvetes. Ushtar, nën oficer dhe oficer, nderime adheut. Ushtria jonë, trashëgimtarja e dinjetetshme e sakrificave të brezave të tërë, pasuese e denjë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me profesionalizëm, përkushtim dhe guxim, FSK-ja ka treguar se është krenaria e shtetit dhe e gatshme kurdoherë për ta mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Looks like the best destination for everyone here to invest. So if you would be interested, please come to Kosovo. So we're working with a lot of resilience and persistence. Kosova është frymë, Kosova është shpirt dhe mision I përhershëm. The story of Kosovo, a free, independent, sovereign, democratic, and a thriving republic. And it will be so for as long as Earth circles the sun.